Besimtarët katolik të qytetit të Lushnjës kanë marrë pjesë në meshën e Krishtlindjeve në kishën e shenjtëve Pjetri e Pali. Ambienti jashtëm i kishës ishte dekoruar me skenën e lindjes së Krishtit në një kasolle barinç mes njerëzve e kafshëve. Meshën e shenjtë të Krishtlindjes e mbajti Dom Gjoni. Populli që eshte në errësirë pa një dritë të madhe për banore që jetonin në rahinën e hirit së detyris. Krishtlindjes është festa e krishtarit së hyjtë. Mendoni mirë, hyj në gjithë udhësinë e vet. Kishte miliardë mundësi për ta shëruar njerëzimin. Mesha tradicionale për festën e lindjes së hyjit nisi me vendosjen e foshnjës në një shportës nën këmbët e altarit të kishës. Besimtarët dëgjuan fjalët e ungjillit dhe u lutun për paqe e begati. Gjithashtu Krishtlindja është celebruar me një meshë të shenjtë të mbajtur këtë mëngjes nga besimtarët ortodoks në kishën e Shën Gjergjit në Lushnjë. Meshën e shenjtë të Krishtlindjes e drejtoi Atgori dhe priftërinjtë e tjerë të kësaj kishe. Për dhuruesit të lumtur, ndërtuesit, rindërtuesit, të gjithë ata që kanë për fe e për atë dhe, të tërë etrit dhe vëllezit që kanë duar jetë me shpresë ngjallë dhe jetë të pasosur, i kujtoft të Zoti Perëndi në mbretërinë e tij për gjithmonë tani e përherë e në jetë të jetëve. Mesazhi i kësaj feste është bashkimi i familjeve, paqe dhe begati për të gjithë besimtarët.